Franca. Po flas për shtete shumë të fuqishme të organizuar, ë? Franca ka 34.000 njësi vendore, me një popullsi rreth 7 milion banor. Pra mesatare këte 2.000 banor dhe mesatare përgjithsisht europiane tenton mos kalojë që njësia vendore të jetë më shumë se një njësi për 10.000 banor. Arsyeja shumë e thjeshtë që këto njësi, ky pushtet, që ky quhet pushtet vendor, e ka emër shumë të qartë, pushtet vendor. Si të jetë një pushtet i arritshëm lehtë, i kapshëm me qytetarë në mënyrë që kryetari i bashkisë, njësitë, këshillat bashkiake, zyrat e bashkisë, gjitha elementet që janë në shërbimin e përgjithshëm qytetarit të jenë të lehta të arritshme. Pra ky merak karakterizon gjithë të Europë kaq të pasur dhe kaq të pajisur me mjete komunikimi, me infrastrukturë e tjera, dhe gjithmonë synon që ky pushtet jetë afër qytetarit. Po çfarë bën ky vend, ky njeri që e ka degraduar këtë vend në të gjitha anët, në vend që ta të shtonte, unë nuk do të çuditesha fare, projekti i opozitës është një projekt i shkëlqyer me 100 njësi vendore, po dhe më shumë se kaq, që ta afroni gjithmonë më shumë afër qytetarit të varfër shqiptar. Qytetari shqiptar është i varfër, infrastruktura në Shqipëri është e varfër, shërbimet e Shqipëri kanë mungesa plot, dhe një nga gjërat më të madhore që mund t'i afrohet do të ishte afërsia me këto shërbime. Por do kishte edhe një tjetër, që këta nuk e duan, sepse në gjithë Europën, në gjithë ky pushtet vendor është aktiv, u jep zë qytetarëve, pa miratimin e tyre dhe pa dëgjuar zërin e tyre, nuk merren projekte, ka kompetenca të thotë jo qeverive, e tjera. Kurse këta nuk duan që ky pushtet jetë sa më larg, qytetarët mos i shikojnë, të gjejnë fakti kryer, dhe ky të qeverisi që nga Edi Rama, që nga zyra e tij, kur thotë to pronat të kësaj zone do rrëmbehen, to do t'i falen Fidanit, to do t'i jepen këtij me 1 euro, këtu do lëshoj këto 10 resorte prej betonit, në mënyrë që miliardat e eurove të pastrohen. Dhe si drejton pra ky kryeminist këtë pushtet, tamam, si një komandant fashist, që e burda dhe rrëmben atë që është e qytetarëve. Se pushteti vendor është i qytetarëve, po dhe territori është i qytetarëve, se bashkëndajnë, jetojnë, i japin jetë atij territori, kurse ky çfarë bën? U rrëmben. Pse? Sepse nuk ka asnjë qëllim të vetëm, as larg që tua bëj jetën më të mirë dhe më të lehtë qytetarëve. Por është në funksion të atij projekti me të cilin ka ardhur që ditën e parë në pushtet, për të rrëmbyer pronat, për ta denatyruar Shqipërinë, për ta shitur tokën e Shqipërisë. Ju dini që ai miraton ka dhe projekt, ka dhe ligjin për të shitur tokën të huajve. Duke pasur të këtill pushtet të gjithë lokalët në pak duart, për ndër duart e tija, mund ta shesë rehat tokën të huajve, dhe çfarë i bëj shqiptarët? Ti bëj të jenë jabançi në atë dhëmën e tyre. Dhe detyrohen të largohen. Dhe ky pastaj me një dorë njerëz të mbetur, të mos ketë problem të vazhdojë të rrëmbejë, të vjedhë, të akumulojë mandate pas mandate, derisa ta zhbëj edhe tokën e fundit dhe dheun e këtij vendi. Siç ka bërë me kufit toksore të detarë. Këtu është çështja te koncepti që është pas reformës. Nëse koncepti është ky që çdo gjë vendoset nga një njeri, ndaje në sa copa të duash vendin, pastaj nuk ka më të vendosi vetëm njëri. Në këtë moment kemi një moment shumë të rëndësishëm politik. Opozita në mënyrë shumë të përgjithshme, ndryshe thash, në mënyrë absolutisht është lajm shumë i madh që është ndryshe nga ajo poshtërsi që bëri në 2014-ën Lulzim Basha me këtë gjë shumë të madhe në pushteti vendor. Ka sot një projekt në cilin e ka bërë publik me 100 njësi bashkiake. Është një projekt që reflekton përgjithsisht mjaft mirë dhe në mënyrë goxha të qëndrueshme realitetet jo vetëm potencialet ekonomike, potencialet kulturore, trashëgiminë, historinë e tjera. Pra është një projekt shumë realist, vërtet një projekt i shkëlqyer. Edhe me nivele se dihet deri te rajonet tek ai projekt. Po, sigurisht, edhe në këtë drejtim është një detyrë e madhe që çdo opozita, çdo njeri i opozitës, që nga liderët e opozitës, që nga deputetët, po çdo njeri që kontribon në opozitë, duhet të kontribojë edhe në mënyrë kapilare, edhe në kokë me qytetarët, për të dhënë të kuptojë se çfarë projekte i poshtë është ky